dhe shkojnë ata dhe zbatojnë ligjin si ta mendojnë ata më mirë. Por nuk është çështja as e kërkesës time as pretendimi im. Unë jam duke parë çështjen e votës preferenciale të kandidatëve, se unë jam kandidat i listës hapur dhe këtë detyrë kisha. Çështjet e sa mandate merr i takon të subjektit politik, ato e kanë atë detyrë, ata ta shohin. Qartë. Doktor Ilir Ali Mehmeti, të falenderoj për bisedën në studio dhe për opinionet. Faleminderit juve, gjithmonë kënaqësi. Mirë, ishim me doktor Ilir Ali Mehmetin, kandidat në listat e hapura të Partisë Demokratike në zgjedhjet e 11 majit 2025 me një numër të jashtëzakonshëm votash, të cilat nuk u përkthyen në një mandat. Folën pikërisht për problematikat e zgjedhjeve dhe për opozitën. Do të shkëputemi dhe do të rikthehemi vetëm pas pak. Mirë, jemi rikthyer në pjesën e tretë të fundit të aktualitet për ditën e sotme. Do të shkojmë tani tek një nga ngjarjet ndërkombëtare më të rëndësishme dhe gjithashtu me më tepër peshë sa i takon asaj që po ndodh pikërisht në Palestinë, në rripin e Gazës, atje ku Izraeli, me sa duket përmes operacionit Karrocat e Gideonit, synon të marrë kontrollin e mbi 75% të territorit të rripit të Gazës, duke pasur edhe pasoja dhe casualties në numër njerëzish dhe sidomos në numër fëmijësh të jashtëzakonshëm. Për të folur për këtë ngjarje që vijon që prej 7 tetorit vitit 2023 duke marrë për masa vërtet dramatike, sidomos në muajt e ditët e fundit, por edhe për zhvillimet të tjera sa i takon pikërisht Defender Europe 2025 që ka nisur të zhvillohet në ndër të tjera edhe në Shqipëri, por edhe për zhvillimet post-zgjedhore. Unë kam kënaqësinë të kem në një lidhje të drejtë për drejtë me studion time ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare Marlin Laçi. Marlin, shumë faleminderit që jemi së bashku. Faleminderit për ftesën e tonë. Dua ta nis me pikërisht me atë që po ndodh në Gaza. A janë veprimet e Izraelit atje një pasqyrë klasike, nëse mund ta quajmë, të gjenocidit modern? Shiko, duhet të jemi dakord që Izraeli ka shkruar këtë ligj ndërkombëtar dhe çdo institucion i cili mbante lart rregullin botror, le të themi. Për gjykimin tim, ky genocid prej datës pas 7 tetorit, por zakonisht ky genocid ka filluar vite më parë, sepse nën tezat genocideve janë urbicidi, spastrimi etnik, uzurpimi i pronave, prishja e shtëpive, dhe në këtë kontekst jam i bindur se ky genocid ka kohë që ka filluar, nuk është një genocid i cili ka filluar me 7 tetorin, pra nuk mund të vendosim 7 tetorin si gur kilometrik, por me atë çfarë po shohim, me pamjet që na vijnë nga Gaza dhe me numrin stratosferik të viktimave në civil, në fëmijë, në gra dhe në foshuar, atëherë mund të themi qartë që kemi të bëjmë me genocidin më të dokumentuar dhe genocidin më të pashembull në historinë e njerëzimit. Në fakt, pse reagimi ndërkombëtar është i përçarë dhe në shumë raste, nëse mund të themi edhe me dy standarde në këtë rast, Marlind? Sigurisht këtë pikë që ju sapo prekët e preku edhe presidenti i Francës Emmanuel Macron, i cili u shpreh që të njëjtat qëndrime që mbajnë në lidhje me Vladimir Putin, në lidhje me konfliktin në Rusi dhe Ukrainë, duhet t'i mbajmë edhe karshi një vendi i cili po kryen një dhunë represive çnjerëzore ndaj një populli të pambrojtur, të paarmatosur siç është populli civil i Gazës. Dhe duhet thënë që dy standardizimi e deformon të drejtën ndërkombëtare, nuk mund sillesh në raport me ligjin ndërkombëtar si me disa njerëz dhe disa nënës, pasi ndodhin edhe këto ngjarje të papara dhe të padëgjuara ndonjëherë, siç është ky genocid i cili ne jemi fokusuar prej 2 vitesh dhe e shohim live se çfarë po ndodh me popullin palestinez, qoftë në Gaza, por qoftë edhe në bregun perëndimor. Po në fakt, çfarë fshihet, po themi, nëse ti e ke analizuar me veten këtë situatë, që kam përshtypjen që po, çfarë fshihet pas këtij dy standardi dhe pas kësaj heshtje sidomos në momentet më dramatike? Heshtjet në momentet më dramatike është e qartë që perëndimi të paktën, perëndimi kolektiv po flasim, duke shprehur këtu Europa dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, është e qartë që vuajnë nga një, si thua, tentakule, një cionizmi ndërkombëtar,
i cili nëpërmjet lobingjeve, nëpërmjet korporatave të mëdha ekonomike ka arritur të penetrohet dhe të marrë peng fjalën e lirë dhe fjalën e drejtë për këta elita po flasim, sepse popujt e kanë dhënë verdiktin e tyre në raport me këtë çka po ndodh. Në Gaza kemi popujt në të gjithë perëndimet të cilët protestojnë prej 2 vitesh për të ndaluar atë agresion njerëzor që po ndodh në Gaza. Dhe në këtë aspekt duhet të thënë që perëndimi ende nuk e ndjen veten aq të lirë sa për ti u kundërpërgjigjur këtij zionizmi ndërkombëtar i cili duket se ka marrë peng fatet politike të perëndimit. Po besoj se kjo nuk është një teori konspiracioni, kjo puna e zionizmit ndërkombëtar. Siç janë ato, besoj e ke parasysh ti ato teoritë e konspiracionit që çifutut kontrollojnë bankat e më the të thash. Jo, absolutisht, unë jam njëri i cili nuk i besoj konspiracionet, por kjo çka po ndodh në Gaza i zbuloi maskat e vërteta të si thua të eminencës gri, çfarë ndodhet pas diplomacisë europiane, por edhe më gjerë se si të paktën liderat mëdhej, qoftë presidenti i Francës, qoftë kancelari gjerman, qoftë kryeministri i Britanisë Madhe, apo dhe qoftë edhe kryeministria e Italisë, nuk kanë guxim që të përballen apo ta sankcionojnë këtë vend apo këtë njeri, siç është Benjamin Netanyahu, i cili është përgjegjës për vrasjen e 18.000 fëmijëve dhe ka një flet arresti nga gjykata ndërkombëtare penale e Hagës në lidhje me veprimtarinë e tij të krimeve të njerëzimit, të gjenocidit, të spastrimit etnik dhe nuk janë të aftë që ta mbështesin gjykatën ndërkombëtare penale të Hagës, e cila është një institucion elitar për vendosjen e rendit të drejtësisë në botë. Dhe në këtë aspekt nuk ka asgjë për konspiracion kur themi se bota apo perëndimi apo Bashkimi Evropian është i mbërthyer keqjazi nga një sionizëm ndërkombëtar. Mirë, do të shkëputemi për një pyetje, po them, nga Izraeli, që sigurisht ka të bëjë me lindjen e mesme dhe Izraeli është aktor qendror në të. Si e lexon aleancën më të fundit po them të inauguruar kështu mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe Arabisë Saudite, një aleancë që do të rishikojë totalisht ekuilibrat në lindjen e mesme dhe ku qëndron Izraeli dhe Palestina në këtë aleancë të re? Duhet bim dakord që tjetë një aleancë, duhet ketë bashkëpunim bilateral pra 2 palësh, por më tepër se një aleancë, mua ajo vizita Donald Trump ka dukur si një vizitë një taksidari i cili ka shkuar drejt një shtëpie të madhe dhe të marrja të haraqin, siç e mori të paktën një masë të madhe petrodollarësh nga Arabia Saudite, dhe gjykoj se Arabia Saudita apo dhe principi i kurorës Bin Salman nuk është aq i guximshëm sa ti kërkoj Donald Trumpit që shiko, neve mund të ndajmë këtë pjesë parash, por duhet të riparë edhe një herë agenda apo planifikimin në lidhje me zgjidhjen me 2 shtete midis Palestinës dhe Izraelit apo të two state solution në famshëm që u prodhua pas akordeve të Oslos midis Yitzhak Rabin dhe Yasser Arafat në vitin 1993. Nga ana tjetër, sigurisht që Arabia Saudite ka nevojë për mbrojtjen amerikane, për aq kohë sa ka një armik kulturor aty përballë në gjirin persik që është Irani nga ana tjetër, dhe amerikanët sigurisht e kanë shfrytzuar këtë armiqësi të lindur midis Iranit që përfaqëson atë shiizmin politik dhe Arabisë Saudite që përfaqëson atë vehabizmin, le të themi, që kanë përplasje midis 2 dogmave religjioze, paqësa religjioze edhe politike. Dhe në këtë kontekst Arabia Saudite kërkon mbrojtje dhe siguri në raport me Iranin, por nuk besoj se në çështjen e diskutimeve mund të shtuar edhe çështja palestineze. Gjykoj se vendet të tjera, siç është Katari, fjala vjen presidenti Trump e vizitoi, gjykoj se e ka shtruar si diskutim pasi është Katari i cili gjatë gjithë kohës kur Gaza ka qenë e shkatëruar, ka qenë donatori kryesor për ta rindërtuar Gazën dhe ka një farë afirmiteti edhe me rezistencën palestineze që në këtë rast është Hamasi, referon me rezistenca
pasi më përpara se të ishte Hamas ka qenë PLO-ja, Palestinian Liberation Organization me drejtuesjes e Arafatin, pra në këtë pjesë gjykoj se Katari është më afër kësaj agjende se sa mund të jetë Arabia Saudite. Qartë. Tani për të ardhur sërish te konflikti, tek ajo që po ndodh në Gaza, si duhet lexohet njohja e shtetit Palestinës nga disa vende të Bashkimit Evropian? Kanë qenë në fakt disa shtete në Bashkimin Evropian si Spanja, Norvegjia, të lutem më korrigjo se shto në një shtet tjetër nëse unë haroj, të cilat e kanë njohur. Spanja, Norvegjia, Irlanda, Malta e njohur. Po, të cilat e kanë njohur, po themi, Palestinë. Një mirë që do të thotë se Bashkimi Evropian po reflektojnë aq sa reflektuan kundër nazizmit dhe fashizmit në shekullin e kaluar, pra në vitet 40, që u bën palë kundër, u bën një front i madh kundër kësaj ideologjie e cila masakroi me miliona njerëz në botë. Dhe në këtë pjesë gjykoj se është një augur i mirë për të ardhmen e zgjidhjes me dy shtete, pra two-state solutionit, në qoftë se do ketë një shtet izraelit, pse mos ketë edhe një shtet palestinez. Pra nuk mund t'i mohohet asnjë populli e drejta për vetvendosje, sepse është e drejtë e natyrshme e popujve të vetvendosin mbi themelet e tyre historike, kombëtare, krijimin e institucioni elitar siç është krijimi i një shteti. Në fakt, në vazhdim të njohjes që disa shtete këto që ne përmendëm i kanë dhënë Palestinës, por edhe të reagimit, po themi, me neverin ndaj dhunës që po pëson popullsia palestineze fokusuar tek fëmijët, a mund të themi, Marlin, se ky është izolimi më i madh ndërkombëtar që po pëson Izraeli që prej themelimit të tij? Po, është e vërtetë që nga viti 48, ky mund të jetë një nga izolimet më të mëdha dhe një pikjade e madhe në prestigjin dhe në imazhin ndërkombëtar të Izraelit, për arsye se deri më përpara 7 tetorit, paktën ishte e pamundur që të flitej për Izraelin si një institucion, po flasim për Izraelin si institucion shtetëror që dhunon. Paktën deri në atë kohë bota mbar ishte e njohur për një shtet izraelit i cili u formua si pasojë e dhunës dhe e holokaustit, por realisht mund të themi që është pika më kulminante e izolimit historik të Izraelit në këtë pjesë kohore të paktën 2 vjeçare që Izraeli dhe Benjamin Netanyahu, ministri i tij, po kryen gjenocid në Gaza. Por në qoftë se nuk ka veprime, edhe ky izolim diplomatik nuk do të jetë i vlefshëm, pasi do vijohet me vrasjet masive, me shfarrosjet, numri fëmijëve me gjasa mund të rritet nga ajo çka po kryen Izraeli, qoftë edhe me bllokadën e ushqimeve, qoftë edhe me mungesën e elektricitetit, qoftë me mungesën e ujit të pijshëm, dhe në këtë dimension them se fjalët, domethënë, nuk kanë vlerë nëse nuk ndërmerren sankcione ndaj kryeministrit Netanyahu. Tani, me aq sa ti ke lexuar në opinionet ndërkombëtare, në mediat ndërkombëtare, në raportet e huaja, po themi gjatë gjithë kësaj kohe, duke nisur që nga 7 tetori i 2 viteve më parë, duke ardhur deri ditën e sotme. Si mendon se ka ndryshuar perceptimi i perëndimit, po themi, ose ndoshta edhe i pjesëve të tjera të botës, i lindjes, për të vërtetën e kombit palestinez, të popullit palestinez? Faktikisht nuk është se ka një ndryshim të madh. Kush është përballur me të vërtetën e ka kuptuar qartë që, domethënë, mund të perifrazoj këtu edhe Nelson Mandelën, që shpreh që liria jone plot, globale, kolektive nuk mund të jetë e përmbushur pa formimin e një shteti palestinez të lirë. Bota, të paktën popujt janë njohur me kohë që palestinezët janë drejtën e tyre të formojnë një shtet, dhe është e gabuar mohimi i një shteti ndaj një populli kaq të përvuajtur sa palestinezët, por nga ana tjetër mund të bëjmë dallimin midis elitave dhe popujve. Kur flasim elitan, e shpjeguam qartë se çfarë ndodh me atë kapjen dhe krijimin e një eminence gri mbrapa elitave, të cilat qartazi kontrollohen.
Por duhet të them që tashmë pas ngjarjeve shtatetorit është rritur në mënyrë potenciale mundësia për palestinezët që pas këtij kalvari vujësh njerëzore të arrisin edhe ato ëndrrën e tyre kombëtare, popullore për krijimin e një shteti palestinez me kryeqytet Jeruzalemin lindor dhe me kufin të vitit 1967. Pra, mendon Marlin se një skenar i tillë është tashmë i mundshëm, flasim në kushtet aktuale? Mendoj se po, për të parë se si çështja palestineze është ngritur në rating global dhe nuk ka arritur asnjëherë në këtë pikë që në diskutimet popullore por në qoftë diskutimet globale. Shikoj se zgjidhja me dy shtete është zgjidhja më e pranueshme, pasi mund të tregojmë një hipizëm për t'i mohuar një shteti apo një shteti tjetër, një kombi apo një kombi tjetër, mundësinë për të krijuar një entitet juridiko-politik si që shteti. Por nga ana tjetër ka vështirësitë e veta, sepse Benjamin Netanyahu është refuzuesi kryesor i kësaj teze dhe do mundohet deri në fund që mos ta zgjidhë këtë çështje, siç është zgjidhja e Two State Solutionit, ashtu siç Organizata e Kombeve të Bashkuara ka parashikuar. Qartë. Duhet kaloj një tjetër pyetje tani që lidhet pikërisht me pozicionimin e ne shqiptarëve, qoftë të përfaqësuesve tanë shtetëror, qoftë edhe të ne që përbëjmë po them opinionin e gjerë publik karshi asaj që po ndodh në Gaza. Së pari, si e shef shkurtimisht qëndrimin e këtyre dy palëve? Qëndrimin e qeverisë shqiptare. Po, të qeverisë shqiptare, pra të përfaqësuesve tanë politik dhe pastaj të ne që jemi opinioni gjerë publik të popullit, e thënë shqip. Po, një klasë e pamoralshme politike pritet që të bëjë qëndrime të moralshme karshi një problemi kaq të madh që po ndodh në rreth global. Nuk jam fare i surprizuar qoftë nga pozita e cila për krah genociduesve në Gaza, por qoftë nga opozita e cila nuk ka guxim të shprehë atë tasinë e saj përballë opozitës. Dhe të shprehë që në Gaza po ndodh një gjë. Ja kemi bërë me dy qëndrime të dy krahëve politik që për herë kanë treguar një amoralitet politik qoftë ndaj popullit vetë për këto 35 vite pluralizëm.